Njerëzit që vinë po e përdor kanë si frigorifer për me i ftoftë pjesë, kështu që çato po ja ulojnë. Unë jam i Drenicës edhe pa e nisme po që nuk ka mundësi si që me nis tjetër. A keni dëgju për atë thonjen që karvani ecën e qent lehin, që? Përshëndetje të nderuar shikues, me një kënaqësi shumë të madhe, mirë se po takohemi edhe në një tjetër emision të Votrës tonë, ashtu siç i them gjithmonë dhe siç jam duke i prezantuar nga java në javë bukuritë e vendit tonë, bukuritë që vijnë nga fshatrat e Kosovës. Për dallim prej herave të tjera dhe për dallim ndoshta që shpesh herë më keni shkruar që duhet ta vizitosh fshatrat e Ferizajt, konkretisht sot ja kam mësuar fshatit Jezerc. Një fshat që tash më ndoshta viteve të fundit njihet për turizmin e saj, mbi të cilin është duke u zhvilluar nga njerëzit dhe më e mira e së mirës është në fakt që janë duke e ndërtuar dhe njerëzit të cilët janë atë dhe dashës po punojnë që ta ndërtojnë dhe njerëzit pikërisht të mbeten në fshatin Jezerc. Mirë po ndoshta shumë rrallë se pak dim për historinë në për etapa të ndryshme që ka ndodhur ndoshta qoftë gjatë luftës, pas luftës e deri në sot që jemi konkretisht duke jetuar. Unë e di që për Ferizaj Lenjët, po du me i përshëndet nga fillimi këtij emisioni, sepse thonë dhe gjithmonë sa më ka rënë rasti me u taku me ta, ata janë njerëz fantastik, mirë po në për fshatra ndoshta nuk kam hyrë në thellë në për to që me i njoft njerëzit. Mirë po unë po besoj dhe po shpresoj që gjatë ditës së sotme kam me taku njerëz të mrekullueshëm që të cilët i njohin traditat, e njohin mikpritjet, mirë po edhe që e njohin mirë se çfarë ka ndodhur me Jezercin. Sigurisht që në Jezerc, sikur në për gjithë fshatrat e Kosovës, ka dhe histori të dhëmshme, edhe Jezerci ka pasur dëshmorë të cilët ju bashkuan luftës dhe ushtrisë shqiptare të Kosovës, mirë po nga ky kënd, nga kjo bukurie rronë natyrore që shihet mbrapa meje, nuk po du me zbulu, sepse për gjatë minutave në vazhdim në emisionin tim, së bashku me Kujtim Saqipin, kemi me u prezentuar të gjithë historikun dhe nga i erdhi emri Jezerc e shumë detaje të tjera. Po du më ju kërku falje, mbase sot nga zëri nuk jam shumë mirë po klima i nxehtë, darsmat ka pak këto, e kanë bot veten, kështu që qëndroni me mua, keni durim pak. Faleminderit që nga javë në javë jeni duke më ndjekur dhe duke më jepur këshilla edhe kritika që në emisionin me bën në mënyrën më të mirë të mundshme. Qëndroni me mua në fshatin Jezerc.
Sigurisht që ashtu si që thash në hyrje të këtij emisioni, sa i përket fshatit Jezerës mbi të cilin unë gjendem sot, ai ka një histori mbi të cilën lufta e shkatroi gjithçka dhe mbi këtë njerëzit sipas historisë thanë që në Jezerë nuk ka me u jetu ma, po e them, po e citoj ashtu si që e kanë cilësuar edhe vetë banorët ndoshta. Askush nuk e dinte që me forcat e tyre kanë me ndërtu këtë vend. Askush nuk e dinte që Jezerësi ka me u kthy ndoshta me një vend turistik, e si që mundet edhe me pa përmes pamjeve, ka villa mbi të cilat janë duke i ndërtuar njerëzit. Çfarë dim po ashtu dhe kemi mësuar nga njerëzit tash po besoj, që aktualisht janë vetëm 18 shtëpi që jetojnë aktualisht, verës mundën me u bën deri 20 e diçka ndoshta, por për me i kuptu këto detaje për fshatin Jezerës, disa banor, disa njerëz të mirë, na referuan që të vim tek Zoti Nazmi Hajdari, i cili sa i përket historisë së Jezerësit, din bukur mirë se çfarë ka ndodhur ndër vite. Kështu që këtu janë dyert e tij, po besoj që ka më na mirëprit. E ka një qenë që nuk po besoj që më na lej, me u qetësu, shkull, ashtë i urt. Këto e pas ke lajmëtar. Këto e kam dedera, i prit. Zotin Nazmi, mirë se të gjetëm. Mirë se erdhët. Si je? Të në A je mirë? Mirë se je. Jam Valdeti bashkë me kolegun tam kujtimin. Unë e Nazmi Hajdari. Po më vjen mirë, a guxoj me vënu këto se dëna më të mirë dhe ty më mirë. Hajde për ai koftë. Kërejt ata dashamirët e të më referun për me orët e te mas pari për me bisedë. Faleminderit për atyre që të kanë drejtu këto. Apo naftën me hiju dikon në hije? Ordon e him që atë në hije të vogël e kam. Mirë se të gjatë me pas keni o bërë të më rëpullu shumë. A bërë balësi është kë. Edhe bletat i sholas në hajnë. Qëto, ja, bletat, kur të thamë hani mësafirt janë, kështu për ndryshe jo. I shola jena mësafirt mirë dhe s'na hajnë. Patjetër. Kur na referan me ullë? Çka të na thot shefi? Apo vjen të qytetën është ta ma kryveni? Mirë se të gjetëm edhe një herë. Mirë se gjetëm, mirë se ardhë jo. Kënaqësi me qenë me një fshat që unë e thash edhe në fillim nuk e dija, kom pas të drejtën ajo, po besoj ti unë përmirëson. Ka kontribuar në luftë, ka shkatru lufta me forcat jua, e keni ndërtu, e keni pru në këtë ditë. Po fshati Jezerës, mirë se keni orë s'pari fshatin Jezerës. Mirë se e gjatëm. Fshati më i vjetër në komunë e Ferizajt, po edhe thuaj se ka traditë shumë vjeçore, do të shumë i hershëm është. Edhe është fshati për ka territori tash për tash më i madh në Kosovë. Me sipërfaqen më të madhe. Me sipërfaqe më të madhe. Më herët ka qenë unikë kur ka qenë fshat, po tash ajo bë komunë. Jezerës është për nga territori fshati më i madh në komunë në territorin të Kosovës. Mas ti vjen Marrëvesi i Prishtinës. Po. Tash për tash. Në vendin e dytë, do të thotë vendin e dytë është Marrëvesi, po. E përmenda para se me hyjtë te, po e fillojmë prej këto që aktualisht janë vetëm 18 shtëpi, mbi të cilat janë aktualisht që jetojnë këtu. Ka pasur edhe më shumë. Po Jezerësi thash është fshati i vjetër, më herë thuhet Jezerësi me 300 shtëpi. Me 300 shtëpi. Me 300 shtëpi. Është vend banim në jug perëndim të komunës Ferizajt, që lufta e ka zonë me 140 shtëpi. Po lufta e bonit vetën 320 objekte banimi dhe objekte bujësore, kështu që janë shkatruar dhe tash jetojnë vetëm 18 familje, tash o fjarë, ka qenë 50, po gjithë janë shpërnguar. Kemi meta 18 kështu. Është një jetë e mirë se të reliefi i Jezerësit jep kuraja. Absolutisht. Një klime mirë, një reliefi mirë, është mush me villa, ka mësafir nga gjithonë e Kosovës që vinë, kanë blek këto, është ambjenti i gjallë tashti, se njëherë konë kështë të është gjallëruar një Jezerësi, thash kur ka qenë fshat 300 shtëpi, fshatrat në rafsht Kosovës, po thëmë në rafsht Ferizajt janë konë 20 shtëpi, 30, 50 më të mëdha kanë qenë. Po. Komuna Ferizajt në gjitha unë të është e përbon për banorët Jezerësit, fshati Bibë është Jezerës, banorë konë Prishtinë, konë Kaçanik, konë Hantelezit, konë në shtimin Sareng, për exemplu, kjo pjesë banorët të dikun 1700-800 shtëpi tash jetojnë në teritorin e Kosovës Jezerës. Të shpërndarë. Të shpërndarë, tash jetojnë. A dojnë mi pak sepse ti po thu që është
një klim tashmë gjallëruse, ja ka nisë ndoshta edhe me lirëzu sa i përket njerëzve këtyre bizneseve, le të themi villave, a ndalmi vetëm shkurtimisht tek lufta. Sa mora informacione, unë e di që ka qenë i shkatrum totalisht. Qysh u ndërtu zoti Nazmi Jezerci deri në këtë ditë që e shohim sot këtu? Çka përjetoi gjatë luftës në për etapa të ndryshme? Lufta ka qenë sa të mërshme qasha dhe krenari, se kemi 8 dëshmur të ramë në logun e betejës, kemi 8 civil të ramë edhe një e zhduku në Sharoza Baleo. Ato janë përdhime, po këtë ato që ka si lufta është liria. Korora e gjithë aty në të merve, aty në viktime, aty në dëshmurë, korora është liria. Kjo që gëzojmë, do thot, ata veç që lavdohemi, kranohemi me ta që ka dhonë atë më të mundshmën për të gëzu këto sot. Lufta këtu ka qenë një betejë shumë e madhe, me 16 korrek ka ra dëshmuri por Nazmi Gzmolin në fillim të Jezerës atje, dhe me 18 korrek është dislokuar ushtarët e liris janë arë Jezerës. Një koordinator kam qenë për me sistemu kësade, dhe prej atëherë, deri në fund të luftës Jezerës u garantu të në kohën. Të në kohën garantim ka pas bele ofenzivë shtatorët natë e tjetë. Granatat janë rrugën havo. Qa shumë që vëgjut, bet 17 tonë dhe granatu. Pe sareke, pe dule, pe shtime, pe këtu, pe shtërpsa atje, pe antene, dhe granatim këtu janë bet gjithonde. Po që fati, qatë herë nën dëshmuri e ndra, edhe 2 viktima në qatë ofenzivë, 2 viktima civile kanë qenë martirë, fati, këtë banurët janë këtu, po fati ka darë se kër e kini vullnetin me bondi qka të mirë edhe për e njëtë një banë. Absolutisht, nuk ka fjallë atë. Nga e mori emrin Jezerc, të gjithë fshatrat në Kosovë kanë nga një histori mbas vete. Ndoshta mundesh me pas ide mos është jeze naj bllokimi lumit diçka. A mundesh me pas? Ajo një gojëdhon, që ka qenë kësën kohën e Turqijës, ka qenë një zonë në si loj liqeni atje, gojëdhonë, se nuk ka dhonat sakta po sakta, po legendat në shkoqat. Po legendat, por një institut Albërgjë ku pas rast me ndëgju me një seminar, rrjedh Jezerës për 2 variantave. Dikun Jezerës, mbi 50 mëllën kanë qenë, uj ka shku, jo lumbit ka o tash, pe jozet një jazë, do thot s'ka pas lumb, pe këti jozet në atë jazë, do thot, pe mëllin ka rrjedh uj, jozet e Jezerës e Jazërina, jozet. Po një toponim i lirë, se na e kemi gurë rreth, i thujmë një vend, është një kodër e qumë, kështu, shkollën me gurë kështu. E pe ati në lirisht është Jazërina. Jazërina. Gurë rreth në që i thujmë tash, nga i lirisht e Jazërina. Ma e afert është nga Jazërina, nga toponimi i lirë. Po. Mbi gjitha ndoshta këto sfida që i ka pasur, qysh keni jetu, sepse ti i takon një gjeneratë pak më të vjetër, se ndoshta se krejt ne, qysh ka jetu Jezerci përpara? Jeni marrë me blegtori, zoti Nazmi, me bujqësi, po shohim që sot ndoshta kultivon mjall, ti qysh ka vazhdu? Jezerci ka jetu kryesisht kam bjetu me vendin e vetë, me blegtori dhe tu ka qenë punueshme. Këtu çdo sen që e mbjell edhe bërë. Është pjellore tu? Është pjellore, po. Do kënë alësi i jep frot çdo gjë, edhe pemt, edhe bim, tërshon, grur, misër, gjithë e në kultivu, bashkja mu, që këtu në bashkja të ime bastonin e bajnë, kësi vjetë s'kam, po bastoni bajnë. Shalqini, po. Bletari gjithmur ka pas Jezerci, po në atë bletarinë e hershme, me blegtori çdo familje ka pas, dele, lopë, dhij. Po lufta ka bënd vetën, u shkatru, në thash, gjitha ato të mirat që i keni pas. Ato të mirat, ato ahërë që i thujmë në shtolla, pleme, dëshimi, këtë janë djekë, e tash janë 4-5 familje që mojnë blegtori me shumicë, për nyshe tjerë s'ka. Tash jetojnë, thash për moment, 18 familje, është numri banor është i vogël këto. Po mësafir kemi nga gjitha anë të Kosovës këto, që vinë. E vinë vizitor nga Shqipëria, nga Maqedonia, nga gjitha trojet. Sa është Jezerci ose sa ka qenë krahasimi përpara me qenë se tash vjen veç 18 shtëpi më fal, sa është mik prec, sa i respektoni traditat, sa i keni për tri. Jezerci ka qenë që thonë fenomen numër 1 për ka tradita, mikpritja. Se këtu ka qenë një rrugë këmësur, kësad edhe janë 2 rrugë që janë lidhë pe Shkupit, Ferizaj, me kalun Prizane në Shkodra atje.
20 gjitha rrugtarët kanë bon treg në Ferizaj, ose kanë orë me tregtu në Ferizaj, janë sefte kanë mujtë, kanë orë pe fshatarët prezidente sore, kanë mujtë këtu për me mujtë me zonë tregu në Ferizaj. Kanë ble, për thamë, zakonisht dhanë ljope, kanë dele ljope, dhe i kanë ble, kanë orë dhe petë kanë mujtë këtu, kanë hordar, mikpritje ka qenë, e tani kanë vazhdu, do dhe mikpritja këtu është tradicionale. Mikpritja është edhe tash, edhe pse jemi më kom, po në herë pas du që gjendja konë të merë, po mikpritja ka qenë njësoj. Keni pos për me dhonë? Qato shka kemi japmi për mësafirën. Absolut, po ke kry për zamër. Po qato shka kemi tash. Edhe tasha mirësi. Po du më të pyet pak, me qenë se po e theksoj Jezerës që është tu zhvillu sa i përket tyne villave që jeni tu investu. Mirë po, shteti, komuna, investoj në rrugë, ndoshta po besoj për ujë, nuk hek një keq ju këtu. Po, këtu ujë është me romet lirë, gjitha familjet kanë ujë, me romet lirë, se Jezerës ujna ka të mjaftueshme. Bora ime edhe ku të shpesh në tokë, Boran me njerë ujë. Boran ka ujë, nuk shkon thellë, ka ujë në ballë. Ka ujë edhe në mbi toksore, nën toksore. 15 kilometra larg për qytetit, sa bëri Ferizaj për Jezerësin. Këtë këto rrugë i ka bue, o ka qenë edhe rruga e parë kër është investuar 15 km dhe në lagjën nuk zmajnë atje, ka investuar qeveria, po kuptohet projektin e banë komuna. Edhe tash vitin e kalum, dikuni 30 diçka kilometra, po këtë lagjën e Jezerës kanë hi rrugët. Tash Jezerës u përthaku me rrugë. Ashtë të vazhdu, bilin lagjën atje, për arake madhe ka tunë, sa dhe djau të aksi i fundit i ati projekti, është projekt 3 veçar, po kompania ka kry një vjetë të gjynës, nuk për banë për përfëndo krejt. I Jezerës i kanë vytë rrugët. Edhe jenë bo? Edhe jenë bo, falenderoj, edhe komunë e Ferizaj, se pej bajo gjemonit, Agim Aleo, gjithë këta kanë bojë bëllë për Jezerës. Kanë dhonë ato shka pas mundësi, se Jezerës çdo vjet me investu, se në territor shumë i madh, do ka nevojë hala investime, po kur s'kemi pas kur gjonë, është e mjaftueshme. Po. Një burr a dhe dashër sikur ti, si ndodhi që qëndrove stoikisht që edhe për fëmijët e tu, ju the që me qëndru këtu se s'ka ma mirë kërkun hiq? Për besë, unë thash, për thamë, vitin të të një kam qenë student. Se juridike në kam të marum. Atëherë e kum po nevojën që kë vend do të mu zhvillu me mjetu, jo me mu hjek për këtë mujt. So kër ka ndalë Jezerës, mi u bashku protesta, ka ndalë një të organizume. Rreth 200 bura, djeme, vojza ka ndalë. Edhe gjithmonë sërbët e nërëzim kanë thonë të merën e kim për Jezerës, se këtu ka qenë njerë zhvillu, tamam tipik malësur. E kum bo që mësë, kam 3 djemë, kum bo që mësë me ljonë, se nëse i stimulojnë me shku jashtë. Ata morën shemë që ai këngëtare, për thëmë, ose ai jurist, ai zyrtare, i qojtë vetë, pëse si qojë edhe unë. Unë ku bo që mësë me bon këto propagandë me lëshu, su kërë mblasën kërën e vetë. Dhe këtë konë plani me shku në Turqi, pa e ka fillu në kullën e vetë me maruën, me thonë që jetohet këtu, jo planë djallëzorë Sërbis. Edhe unë e kam planë që të kësmet, më në 3 vjetë një kullë me bonë, se e kemi bërqë. Me të regu njerëz dhe këti vend që na ime autoktonë nuk kërqojmë këtë vend. Po flasim edhe pak shkurtimisht në fund kësaj bisede, sa shkurt, sa shumë informacione më dhe. Po zotri Nazmi Hajdari, vetë folklorist, shkruan këngë. E ke plan me shku edhe një libër tjetër, tregona pak shkurtimisht cilat janë planet e tua. Po une jam rapsat pe klasës fejnë shkollës fillur, kum fillu me këndu. Mësuesi jemi Ismet Beluli, muzikën adhon kënë në shkollë. Ai më ka shti me dalë para në zonë, se së në kumplua në për natyre në familje, po aty kush kënë në zonë, Nazmi e dhe orë qu, ata ishte pak mërzi me dalë, se me thuja të farë, jo zdi, tha një sheki, kur të kënësh, e përmison ju. Ta që s'ka luce. Për 2 javë mësove një kongë të mirë, për bajancur, tash nuk e di, po në radio atëherë, se mësove isha kongë të letë. Kër bon 2 javë, thash mësove du me përmison ju, të në hajde një kongë të mirë, dorë të rëki dhe penjë, se këta në pe aty që të orë, muzikës ku më kënu kongë. Edhe ku mësu kongë, da ishë një nëzitje për me gjithë mërë që dhe orë me mësu një kongë 3. Po. Në vitin 77, si maturantë të gjimnazit, kemi fillu me një kolegë të im tashoj ndjerë Basër Begën, kemi fillu në dasma.
atëherë ndasme, në hengjet ndryshme, po tham sunetie, fjallnuse, gjitha ato e kim pasën. Pas lufte, kum fillu me festivale. Diku rreth 100 herë, natë 8 herë i kam të registru me libër që kum dalë skenat festivale të manifestim ndryshme, i kam 26 çmime. 26 çmime. Gjitha llojit. Veni parë, veni dytë, rapsodi më i mirë, veterani folklor, gjitha ato i kam. Edhe kam një performancë për komunës, pa aplikua për vitin, artisti vitit, ma vlerësun karrierë, një vlerësim të karrierës ma dhe një çmim i mirë është për mu, mjafton me di që një shenjë komunë që e kam. Priti për thamë tash edhe për presidentës, 26 çmime të rrallë janë që i kanë, ose si kanë heq. Absolutisht. Ose si kanë heq. Cilat instrumente i ke dhe a kena me pas fatin që sot më të po tamën në veshje edhe me na interpretu diçka? Kam qifteli, sharki, 2 lahuta, 2 qëtëria, 2 lahuta, kam fyll, një fyll e kam kujtim për një ish ushtari në armatin Jugoslave, e pa ta shpëtu për një rreziku të atëhera, ma dha një fyll kujtim. Edhe për lutë i vetmi që më ka pështu. E ki fyllin? Fyllin e kam i vetmi, e jem një kur se ku më kontaktu, e jem një si arrej se ku pas shkruun, Mahmut Leoshi, Lukit Baranit PS është, ka thonë në tjetën këtë jetë kam vëllati, se shpëtua me jetë, ka lujt fati tina. I vetë me kujtim që më kam betën, i ati, po kam betën e kam kujteshtu të veçantë. Lahutarja më për vitit 2003, është lahuta një instrument që është në ramje, po në bashkë me mbure mirëna me ta, kultivoj dhe kam çmime, interpretuesi më i mirë me lahut, instrumentisi më i mirë, tash fundin dhe në festivalin dhe Çanit, e mura lautari më i mirë, këtë diku një 5 lautar, për mu është vlera, ja? Absolutisht që po. Ato kanë edhe mjetë financiar çmim, po çmimi, si çmim, kur më vlerëson një ri profesional, unë është kënaqur, aty janë 5 antarë të Shqipërisë, të Malëzijës, të Kosovës, ajo një vlerë që unë gjitha i kam librin e parë, jo krejse tash këtë fundin nuk i kam botu një libër me 52 kongë, jam përgatitur libri dytë me kongë, mendoj në karrierë të i me lon 100 kongë autor, në shta ma te, por 100 kam qef me i bon, me lon kongë autoriale, një dramë 2 akshë jam të e bon për luftë dhe pas luftë, që mendoj, është ajo letë metër sekret, mësë me dhonë të bonat kret. Nga dalë jam të bo një monografi për ezerësën. Do historinë edhe luftën, se mëse luftë jam kam qenë akter drejt për drejt, di me thonë ato detalë që i kumpa unë, jo që ka thonë të tjertë. Ato që i kumpa i qesë në libër. Ty të lumët, unë nuk e prita që po mënej, unë e di që ju në Ferizaj, një shumë njerëz të mirë e kam thonë qysh në hymjet e emisionit, po me pas ka shumë vlera, me rujt traditën të cilat janë vlerat e neve popullit shqiptar, është e jashtëzakonshme. Këtë bisedë që e banë, ju falenderoj që keni ardhur, po tash do të me prit ka një kafe ta bim. E po, për çfarë traditat? Nëse jeni ka një vend ku që nëse do një birë, ka një birë, nëse do një raki, ka një raki, veç ka ta dërë shpirti. A e nisëm me kafe? E nisëm me kafe. Edhe po du prej teje, nështë ta për fund të emisionit, kur ta vizitoj komplet Jezersin, takoj njerëz të tjerë, diçka me lahut dhe me qifteli, po besoj prej teje na vjen. Ato dashë i bojnë, marin dashë që në hijet i kry. Zoti Nazmi, hajdari prej fshatit Jezers të komuna e Ferizajt, neve nuk në lëshojnë pa e pini kafe, kështu që po e pim atë kafe, po ju sillin pamje të tjera nga fshati Jezers me këta njerëz të mrekullueshëm. Mësu me neve. A keni dëgju për atë thonjen që karvani ecën e qenë të lehin? Që? Are më këtë mirë?
Hajta frumit isha tjetër bëm laf pak. Dhe s'ka më mo. E pse që so vite e mon men Jezercin? Po, në pas të 2 vjetë e kam. Dhe më dojë e linde e rritë këtu? Një zërës. Jezerc. Po, Qysh e mon men, po më nej luftën e pas ke përjetu në Jezerc? po ketë luftën. Mu më thanë që u konë këgja i shkatrum. Po, ja po. Pse nuk nejtë ti Jezerc për dule në rëdime? Po, një zërës keti po të në kollë me shpija me ketë. E të edhe tonën të karo me kolla? Ketë morë, e kanë kollë të shpjetë që në konë me gorë. S'kina posë më kuase, edhe më në nëri që mos kanë mu që s'kina posë asë rrugës kështë gjonë. Po, a? Dhe më do kër e ke lëshuti s'ka pos as rrugas? Asë rrugës kështë gjonë dhe ketë rrafsh me gorë që në konë. Këtu, unë për i thëmë, bakti për lë për realisht, sot supa i ki? I kam 5-6 frymë. Po, a për javlen me i mojt? Po ja vlejnë. A i ke rrit vetë atë ka një mu... Ja, ketë vetë minjë që. A po, a? A ke pos ma shumë ma heret? Jalla, i kom pos, te nënë cëllë të jesë. Po një ma ka pas mi gjorë një që të. A po, a? Po, një ma përpore pra 2 vjetë, bërla ka angër të shelë. Po që jesën shumë që po vinë. Turistat ata? Turistat këtë e lonë bërlugin atë bërë. Edhe ja ka po sherën ljopa Po jote? ka angër bërlaga se edhe i kam benë thëtë edhe ka që. A, veç dëmë pas kanë bo. Po dhe. Veç dëmë pas kanë bo. Në rëdimja që është me qenë që është vendi karshi, dhe më do para se me shku një Jezerc, a u punu ato, po me nej shteti, komuna, ka investu në udhë në... Po. Okej. So antarë të familje si mon me qëtë punë? Po na, unë jam 6 antarë. 6 antarë? Po. Fëmijët e to, po kanë marak më morë me të ajo? Vëlla jo. Veç ti po i monë. Veç onë, te sot me më shtynon se jasë. Kullos pas ke bëllë me rëndësi. Ja, po, a mos, ja tritë që dojnë mu. A i këto ka pos, çdo shtëpi ka jenë konë të 200 frymë luftë. Dhe në 200 frimë. Të para luftë, mas luftë, kanë shku të hekë, të jasë edhe. Me qka keni jetu për para një Jezerc me qështu, me lëpë? Me qështu me luftë, me bujqësi, me tukë. Qështu. Të këtona, a ki këtu një Jezerc apo e ke shit? Ja, kam qështu ke. A po, a? Po. A se ki menën me shku me investua? Po në vallojnë e arjus. Nështë atë e të banë fëmija dhe që dojnë tokën e kanë. Sa këtore tokë i ki pravërsisht? I kam ketë me vllazninjë 2 hektarë e gjysë. A po, a? Po. Ani po, besoj mjaftu shumë janë. Mjaftu shumë. Për vllaznin. Indërum se po të emnin? Në bëj sufë. Ne bej Sufi. Po të përshëndes, faleminderit që ardhëm më full, se unë e di që edhe thash edhe ma herët atje me të këjshi të që ju jeni pak mik prica ju Ferizajlit. Ja që është. Thuritnera, faleminderit shumë. Unë jam i Drenicës. A i kam Ermoni, ku e kam? I Preshevës. E kina një emision që i prezentujnë afshatrat e vish pota që e pak më të Ja fol. në luft. A vlavën e kom posë vesh, për shtohor në dy në kom argat të shtrisë, këtë shak me rovë, më shaka posë në rovë, këmënë, te që këj luft. A po, a? Dhe më thonë, je konë pjesë mars në ushtrinë shqiptare të Kosovës. Me sa kuptova, ju keni pas 8 dëshmorë, i keni këto që kanë ra. A jam gabim apo Ja, po. jam i sakt? Ku, qështë e keni kalu luft? Se hinë ta kështoj temën s'kom qarë bat pyt. Ti a ke shërby në këto trojet e juva apo Ja, në trojet tonë. veç shumë dame e bani lufta? Se unë e niva që jenë taku raketat e plumat e kësaj dhe kanë bo... Këtë s'kalon kur gjonë, këtë rafshi ka pas mu. A po, a? Po, E tash këto, a ki shpitane, e ke ndërtu prej fillimit apo jetë të dikuj tjetër? Shpijen gjysën, ma kanë pas maru dojt, gjysën shëqot.
Në një mbaj kështë qaudën, a dy mas lutë. Si ushtari ushtrisimtarët të Kosovës, pa dashme të provoku kërgjove që aja ke po hojnin diçka. Unë e di që jo që keni qenë për një me ushtarë dhe që keni shërby, s'keni këshyrë me përfitu ndoshta, pas lufte. Ti për veti atë ka ndimu masa nej shtetin këtë rast. Aja ka njoft zotin e Bea, po në që ose po ta ka bëjen, atë ka ndimu na i sen. Valloj, jo mu për veti s'mu ka një mu. Ti sot i kish qëtu se dhe këtë? Me qëtu mu ish me jetu? Për qëtu, për pas fryme për vjetë që i ki, ka në atër të japë në vetë, a dhe që janë lopë që më shtu. Shteti, po. Të tërsan kur gjosë. Apo mund është me e shqitë qumë shtinkosin, a vish për veti? Jo, e morën qëtu se s'ka në gjonë, se në të mbojt. Apo, a? A pas ke biznes, pra. Tu rrit nera, falemderit shumë, i fort ko keme shëndet që kjo është ma e rëndësishmja. Falemderit shumë zotin e be. Me të mira të rujt zoti e pofshin për të mira. Tung. Ish ushtari ushtrisimtarët të Kosovës. Për ndryshe që atje është edhe një familje që janë të shiu natyren e jezercit edhe na nuk përshqetsojna sepse kamera është blet që i pickën për disa persona, kështu që shijoni pak pamjet edhe ja u prezentojmë edhe pak jezercin se çka do që shihni këto ja vlen. Ky është jezerci. Ju e dini edhe tashmë dihet që edhe unë s'mund të kalu asë një emision pa e vizitu një krua e sigurisht edhe një zerc është. Krua vjen nga kjo Bjesh kanal që u a prezentum për ndryshe është një vend që njerëzit konkretisht të Ferizajt ose të rrethines e kryesisht të jezercit, po edhe njerëz nga vendet të tjera vinë edhe marrin ujë dhe sigurisht e përdorin si një lloj pushimore, sado që ndoshta tereni nuk është i mirë që me bon një park ose jo mirë, po vazhdojnë edhe rrjedh në të dy, në gjuhën popullore i thojnë në të dy qepa, po për në dy vrima vazhdojnë ujë i rrjedhshëm, kështu që po e marr do me veti që me e pi në vetur ka do që shkojnë. Ujë akull. Njerëzit që vinë po e përdor kanë si frigorifer për me i ftof pijet, kështu që çato pija u lajnë. Ndërat qetësinë e natyrës që mbizotron e pak dëgjojmë njerëz edhe në jezerc, edhe ndoshta e shpesh na u ka bo kjo për emisionet e mia sepse ndoshta faktori kryesor është që jemi në pikën e nxehtit, do të thotë në mes të ditës edhe takojmë pak njerëz, por gjithsesi filluam pak me u njoftu me historinë ndoshta më të thellësuar të jezercit e dëgjuat në fakt një mini historik nga zotri Nazmi, e që ne në fund të emisionit prap kemi me u kthy me diçka fantastike tek shtëpia e tij. Në jezerc çka kuptuam është që përveç atyre 18 shtëpive të cilat janë këtu, njerëzit kanë filluar që nëpër këto toka me ndërtu që me u bën një vend që gjatë verës me qenë një atrakcion shumë turistik, edhe siç na tha zoti Nazmi në fakt jezerci tashmë e dini sepse është i njohur, ka fillu me i pas krejt njerëzit e trojeve shqiptare në për këto villa. Në fakt e shohim që rrjedh uji vazhdimisht, mirë po me qenë se jemi në kohë të drekës edhe këta jezercit ose ferizajlit të shquhen për njerëz mirë, se që thash në fillim të emisionit,
Po du me provu diçka këta të zotët e pronarët në fakt I themi ndoshta më mirë të këtyre restauranteve. A janë heq dërshlir, logjikisht për me provu ndonjë ushqim ose diçka të tillë. Kështu që me gjithë respektin, çfarë shtëpi e bukur, me gjithë respektin po du me provu edhe përballë meje në këtë rast. E kam një restorante që emrin e ka shumë të madh, titullohet Malësia. E bëhet fjalë për restorant Malësia e I cili sipas kësaj që thuhet ka vetëm ushqime tradicionale. Hajde pak, hajde. Vdes për pogoqe, vdes për patate, vdes për mish. Kisha dash shumë me e taku pronarin. Përshëndetje, muni me kalu. He? Pse? Faleminderit shumë. Shumë faleminderit, respekt. A të vit foli? A beshet që ma nalen. Hello. Qëndrim Guri, ishtë sportist olimpik. Qëndrim Guri. Po, ishtë sportist olimpik. Sa anë kova që s'u po takoj njerit që takova Po, për shef, po një kafe, po një sot. te restorant Malësia. Sa isha tu e prezentu dhe thash nështë na pret, bëbur ju friza elit, ko që e keni anën që I pret një njerëzit e... Qush je? Mirë, po. A je mirë? Mirë. A më do ka the në epizodin e fundit më ke dhimt. Po, e lumë shumë mirë, rolin që hi, suksese. Faleminderit shumë po munohna, po... Apo, kamermon po thëmë të afru mikrofonin, a guxoj apo? Që? Ishtë sportist? Olimpik. Olimpik. Ku je tash, s'ka I të bo? Tash punoj këtu në Felizaj, një letër e përdeshme si krejt. S'ka I të punu tash? Punoj punë fizike si krejt mashatat e një, gjanët e jam, po dalë për kohën e lirë dalë pak për shef. Ani Demir Ball, Jezer si Felizoj qësh është, banori prej këtu e ki prej ordin? Jo, unë jam prej qytetit Felizojt. Tamam I qytetit? Po, tamam I qytetit, është një 10 km prej këtuit, është ambient shumë I mirë. Vi po thuj se çdo 3-4 ditë, mbas punës, mbas orëve punës. A konkretisht te restorant Malësia, apo jenë bosh shumë tash? Te restorant Malësia se I kam edhe shuk të atje. Shumë mirë. Kanë mikpritin shumë të mirë, A e kanë ushqimin e mirë? Kafen e mirë? Po, valla. Pijen e mirë? Komplet, çdo sen është e mirë. Amadore. Edhe mirë pofshim, edhe kena mu po pas pak që atë. Nuk e di, a janë heq njerëz mikprit, po unë po du me provu. Shto po ta marrë ty, faleminderit që ndrim vazhdo këshirëm, edhe pak qëhë në kom. Pasha zutin, e I dalodojmë ato video që I keni. Edhe më këshirë. Faleminderit shumë. Respekt, po t'lo me vazhdu më falë shumë. Ky pronari, që tash kena me njoftu kësmet. Kemal Begaj. E Begaj. Kemal Begaj na tha është këngëtari. Kujta mundë me ndalë këto. Unë isha të e prezentu, po na foli edhe një klient I radhës, edhe na kena me provum ju bashku. Isha të thotë që vdes për pogat, që vdes për këto ushqime, restorant Malësia, kështu po I hymë mi qasisht, edhe po shkojmë. Çka po mëj me po është që gjithçka është të munu me bo tradicionale, kështu që me një kënaqësi shumë madhe është një kohë e pauzës, edhe me qenë se në asnjë emision nuk e kam shfrytzu pauzën, po duam jo marrë me vete në këtë restorant të shohim edhe çka ka mundësi me u prezantu këtu edhe të kryjmë pauzën. Hajde shkojmë. Qfar floti? Bukur në tëna onë, ta mo kujta mujna që atje me vazhdu një unë pëndu këtë pak ma flat. Unë e po shkoj. Po shkoj që kënej se po du më shju që të natyr. Kujtë mu së më le veta mën. Qërë unë e besoj që nuk ju mbet hatri, kushdo që nështë pronar, sepse ulla nështë pak si prezentim I vendit, po gjithsesi unë e po du me pi me një kafe dhe po urej që marrë kamarjeri. Do shta vetëm me e provu këto bizneset në fakt që
janë të rrit me një numër shumë të madhe dhe bojnë shumë mirë. Edhe uroj që pronari me qeni këtij vendi pikërisht edhe ka vendosur për me ndërtu edhe me zhvillu këtë vend edhe një vend si këta ujë që rrjedh mbrapa meje, vetë se ja shton bukurinë. Kështu që unë du me e prit kamarierin në këtë rast, punëtorin që është këtu, edhe do shta nafton edhe pronarin që me bisedu me to pikërisht pse vendosi këtu në një zers. Kujta për jo jep pak po me të këti ujë, disa të mjenë kamarieri edhe masanet e këshumë që ka ofrën këtë vend. Do shta një jeshi tradicionale edhe po besoj që së bashku me juve me nda me këtë vend fantastik që është ndoshta në mes të jezercit, edhe po besoj tash ma bashkohet edhe pronari dhe i marrim të gjitha detajet e tjera sa i përket këtij vendi. Edhe po na vjen. Përshëndetje. Si je? A je lodh? Pikë spori, ma bëna Allah se erdha si dhe mysafir të paftum. Veç hënëm, po besoj na fal. Shumë të mirë të ardha. Faleminderit shumë. Unë muj me dëgju, po shikus nuk muj me dëgju pa ta vënë çto. A mundëm? Faleminderit. Ju jeni nderuar? Kemal Vega. Banori e Zercit. E po shumë mirë. Çita jam të i kërku tek e fundit. Mirë se ju gjetëm, m'la përshtypje sepse banorët rrethi juaj mbase thonë që kanë filluar shumë restorante me hopë edhe me qenë se rruga me një farë forme të prezantu fshatin me erdhën e sy restorant Malësia dhe ti qenë ke pronari. Pikë se pari po të përgëzoj se pas ke bo një punë fantastike. Faleminderit. Edhe pritja prej punëtorëve t'juaj dhe për njerëzve ishte fantastike. Kur vendose me hapë këtë restorant, më të pyet pse në Jezerc unë e di që e ki përgjigjen më të mirë të mundshme, po të lëm me fol ty. Fillimisht ju falenderoj shumë që sonte jeni për vizitë edhe për ndyshe për herë të parë këto tek restoranti ynë, restorant Malësia. Për shikuesit dhe dëgjuesit emisionit tuaj, do të prezantona se kush jam unë. Unë jam Kemal Vega. Jam bashkë e Zercit. Edhe gjatë lutës e gjithmonë, domethënë, kemi qëndru këtu, i kemi qëndru fshatit tonë shumë besnik. Edhe jam shumë i lumtur që nuk kem dalë asnjëherë jashtë vendit më shumë. Ideja e restorantit është se prindi jem, baba domethënë, ka punu një kohë gjatë jashtë Kosovës, apo vendet e ndryshme. Edhe ai neve si fëmijë na ka eduku dhe na ka këshillu maksimum se kuptoj se avon si i ri normal që kom pas ide me dal jashtë Kosovës për arsye e rrethona. Mirë po ai gjithmonë ka qenë komngolës që mos me dal jashtë vendit, vendlinjës, po me punu edhe me qel një biznes, një diçka. Ideja e restorantit, kuptot ka qenë së bashku me Bob. Ideja e restorantit, që me pas një restorant tradicional, që me ndoj që është shumë i nevojshëm për sidomos për qytetarët, që na e dina që në qytete është zakonisht vallë më e madhe gjatë sezonit veror. E këtu një Zerc, si shtate ju e keni vizitu, është një freski jashtëzakonisht e bukur, ka natyrë, kontakti njeriu kur ka kontakt me natyrë është e shëndetshme, edhe për psiqikën e njerit, po edhe për shëndetjen e njerit. Këtu me thënë këtë bukuri kaq bukura që ka Zerci, siç keni vizituar edhe ju, e kam pa shumë të arsyeshme që të ketë një restorant tradicional që kem ushqime jashtëzakonisht të mira, të shijshme dhe kvalitet. Dhe me siguri që nuk do t'ju nshoj, juve si mysafir të parë që jeni, unë kur kam bisedu me prindin me këta që janë matë më shumë, edhe kam pyet për traditat e fshatit që ka qenë, ka pas raste kur për shembull një udhëtar e ka zonë nata, ka qenë traditë domethënë që me marrë me strehu udhëtarin, mi bë konak, mi dhon me hangër, me pi.
deri në mëngjes me përcjell me kitë mira. Kjo është kontradit, edhe ndoshta Zoti sholla nuk hupin këto traditat kur, se janë tradita zakonisht mira. Çka fiton një zërci? Po sigurisht që njeri aty ku e kalon femërinë lidhet kështu shpirtërisht dhe kudo që të shkoj, në cilën duhet vend botës që shkon prapë se prapë, faktën pleqëria ku me bo që pleshnin, më këty në vendin aty ku e kalu femërinë, sepse femëria çdo njerit që ekziston i jep kujtime të bukura, sepse ne dimë se si fëmijë ka pasur lojna të ndryshme, lojna tradicionale shumë lloje, e nuk i kemi pas shumë telefona që janë sot që fëmijët e sodit, domethënë që shpejshane kalojnë shumica në rrjete sociale. Dhe ata sigurisht që janë dëmshme, sepse fëmija nëse ka kontakte gjata me telefon, ai sigurisht krijon emociona të hekurta. Edhe gjithmonë këto emocione gjatë gjithë jetës ka me pas problem për në lidhje martesore ose gjona, sepse ona shpirtërore i mungon. Qysh neve s'na ka mungu kur jemi qenë vogël, kemi qenë lidhur më shumë shpirtërisht me prind, me përqafime, me lojna, domethënë aty për aty. E sot mendoj që teknologjia, modernizimi, koha që shpëjetojmë na fatmirësisht, jam shumë i lumtur që normal edhe në Kosovë kanë përparuar dhe kemi dalë për disa gjona që kanë qenë pak më këqija, që ndoshta janë gabime, kanë qenë çdo sen që është i bukur dhe përmirësohet, unë jam i lumtur për shkak për gjithçka, sot që jena për senet të bukura. Si fëmijë, normal që kem dalë, kem lutë, gjithmonë e kom po që po kënoj, që ndëgjesha urime dhe përshëndetjet në ato dhe ka qenë shumë interesant se një këngë që nisha më njëherë e mësesha, edhe kënojsha. Tani gradualisht fillum me instrumente, me qiptelia, me sharkia, në shpeke zoni, në përkrashin të metësh, në shumë zonën e mirë, edhe fillova më mirë paka shumë e muzikë. E kështu që... Aja pe hojrin, po të pës, taman shqiptarëski, aja pe hojrin. Po vëlloj, nëse thënë që se kom po hojrin, nuk është e vërtet, se hojrin ja kom po shumë muzikës, kur krejt këngëtar tjerë, dikun që 15 vite këndoj, edhe këtë restorantin që është një investim mjaft i madh, kuptohet, shumica ka orë prej muzikës, po nuk dua ta anashkaloj edhe pjesën e prindit, që ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht madh, edhe ai së bashku me mua, edhe kemë realizu këtë projekt, kemë dalë në gastronomi, që deri tash që jashtëzakonisht po ecë shumë mirë. Jam i kënaqur maksimum. Po kuptohet si profesion, që unë kam muzikën, këndimin, edhe tash edhe pakim sezon, filloj me sezonën, edhe kem punë mirë shumë. Po besoj që e ja bojmë edhe hizmetin. Pa ja bojmë hizmetin, nuk po besoj edhe vullneti mirë kur thoshte në nuk po besoj që asë kështë po këto, dhe ndoshta nuk i kështë po këtu fjollë, ndoshta urëzinë e një personi që nëse e pas ke majtë. Unë e di që jeni në punë, jeni më angazhime, po du me të pyt pak, po du me të pyt realisht, po durej fillimisht sezon sa ma të mbarë, sepse po besoj çka do që bën atje e shkrinë në biznesin tënë. Çka prezantojnë konkretisht restorant Malësia, se vërtet në ushqimeve, sepse pe që je fokusu kryesisht ka tradicionale, edhe mos le humbë ndoshta pak tradita, për shkakun që është fia, është ushqimi shqiptarëve, si na më gjeni. Çka prezanton sa restorant Malësien, domethënë që tash i bën 2 vite. Mendoj që konsiderohet pak biznesi i ri, për shkak se gastronomia don shumë punë, por kështu ushqimet që i prezanton në restorant Malësia, që shkojnë, është kërkesa e qytetarëve, njerëzve, vizitorëve që vinë këtu, është pogaça, langat, gjizat, janë edhe llojet e mishav, dritë mostra, muskut zviqit, po kemë edhe picat menu, kemë shpagetat, për shkak më i mundësu që edhe fëmijëve, domethënë që vinë, kemë
këtu e si gjitha ushqimet tjera, po më të fokusum si ushqim kryesor kemi sofrën e restorant Malësisë. Është menyja jona edhe nuk ka një kosto të lartë. Do të thonë zakonisht e bëhet për 4 persona, që vjen sofra e mishit, sallata, vjen pogaqa, longi, gjiza, hurdhat. Mendoj që ata që do ta provojnë kanë më konë shumë të kënaqur. Jo, për ata po se po, unë kushdo që zgjedh këtë vend aty halal i kohë, po ata unë kujtimi jena asat që kena me provu. Çka na kështë propozu? Çka kështë hongër ti për vete, që tash për ma dhe mu? Po me qenë se këtu jena vend ku bon ushqime tradicionale, po përgatisim dësane tradicionale diçka. Po me të bukura të këtij restoranti edhe shimi pas pak me ushqime që Zoti Kemal vendosi me na servuj në restorantin e vet. Malësia, unë jam gati për me e shiu sofrën e Malësisë. Kështu që një ekip fantastike që si që në tha Zoti Kemal funksionojnë fiks që 2 vite e që kanë arrit që me ushqimet e tyre, me pritjen e tyre në Jezers, shumë klient nga këtë trevat me ju bashku këti vendit që pikë së pari është në mes të natyrës e le me ushqimet që unë i thash që ka me e gjyku edhe vetë. Tash për juve që jeni konë, ndoshta jeni do të knoqën, po ju e dini që unë zakonisht kur foli, ja foli sinqerisht, ja nuk ja bëj as rafsh vetit e as ja bëj rafsh juve. Kështu që falendrim shumë i veçantë. Kjo që po e shihni, përveç që është një çmim i arsyeshëm, edhe është për 4 persona, me siguri ke majli, më ka po që jam veti 4 të kështu mrena meje, përveç kamermanit, kështu që unë po e shijoj e po uroj që edhe juve që vini në Jezerc, piknisja edhe pikndalja nështë ta me qenë restorant Malësia. Atakuam rastësisht, kështu që unë jam i Drenicës edhe pa e nisë me poga që nuk ka mundësi si që me nisë tjetër, kështu që rejni bish pak me muqtë. Bismillah. Oba. Që dëni me shiju, hajdi nesër, se unë e po e nali kamerën se po du me hongër. Gjëja më rëndësishme është që e thamë gjithmonë në secilin emision timin dhe kam e thonë për atë sa frimoj edhe për sa ko bëj emision është që mikpritja edhe traditat e shqiptarit jo vetë se hëngrëm në restorant Malësia, mirë po aja dashamirësia që e kemi me njëri tjetrin ndoshta na bën njerëzit më me vlerë në botë edhe njerëzit më të mirë në rruzëllin toksor. Unë kënaqa shumë në këtë restorant me një zemër shumë madhe, me një ushqim fantastike, e me qenë se jemi në Jezerc dhe Jezercin e kanë pushtu bizneset gjithë që unë e vlerësoj tepër shumë edhe njerë po e them. Ashtu ishin edhe restorant Malësia, kështu që nuk e dija e përmenda apo jo, po 12 kilometra në dalje të Ferizojt e keni restorant Malësia që unë e pata fatin që pauzën sot me e përfundu këtu. Një falendërim shumë të veçantë pronarit Kemal Begaj së bashku me prindin e tij dhe stafin e jashtëzakonshëm që e patën një shërbim super profesional e që emisionin tim sot vetë se e begatoj. Nga këtu po shkojmë në pjesë tjera të Jezercit, sepse nuk është që kemi kaluar shumë pauza, namur, pa kohë, po nuk ka problem. Po lëshojmë pak poshtë e për në fund të emisionit e kemi surprizën që e kemi lanë së bashku me zotin Azmi. Hajde shkojmë poshtë. Merë mashiu në Jezercit, Kjo është ujvara e një ndër ujvarat e që rjedh vazhdimisht nga kjo pjesë, por edhe këtë që është në formë të shiut, e që kur vjen në Jezerc është një shfaqje ndoshta e mrekullueshme që mujna me taku edhe ja shtën vlerën këtij fshati. Në një rrugë shumë të qarkullueshme në këtë fshat, ujvara e Jezercit, se isha duke thënë ujvara e Mirushës, e Jezercit si ujvar e bën këtë shfaqje e që si pas banorëve, sigurisht që rjedh
që disa vite kështu pa ndërprer, verë edhe dimër, e që unë freskova pak nga kuj nxehtë që bën, kështu që kujtimi për ju sjellë edhe pak pamje, që mundi me po me njëherë sa të hyni në fshatin Jezerës të Ferizajt. Qysh edhe po mundeni me po dhe ju, po eci mirë, po nuk po takoj njerëz. Mbi të gjitha është natyra fantastike edhe tek e fundit 18 shtëpi, nuk është që dumi me taku shumë njerëz që janë në lëvizje, po gjithsesi e thash brenda emisionit e prapë ritheksoj që Jezerësi mbi atë që lufta e ka shkatrue për 26 vite, për 27 tashmë që hym, ose kemi hyrë saktësisht sa ko lufta, ajo është ndërtuar madje siç mundet me e po përmes pamjeve, është në mënyrë perfekte, qoftë nga natyra, qoftë edhe nga tokat, po qoftë edhe nga shtëpizat e vogla që janë të ndërtu. Për ndryshe që ka morëm informacione që nuk e tham pak më herët, që shkollën që po e shihni tashmë në pamje, përmes këtyre pamjeve, janë vetëm 18 fëmijë të cilët mësojnë aktualisht. Ndoshta fatkeqësisht, po ndoshta kur të e shohim anën pozitive, nuk do të thotë që nuk ka fare fëmijë dhe që nuk ka gjenerata të reja, të paktën me banorët rezident që i ka, mos me ushu komplet ndoshta edhe rinia e fshatit. Çka po du me bë për fund të këtij emisioni, atë që ju premtova pakës më herët. Me rapsodin dhe me lahutistin i cili shumë rrallë, shohim instrumentin e lahutës që është në përvendin ton në Kosovë. Zotri Nazmi Hajdari për fundin e këtij emisionit ka vendosur që më ju sjell diçka shumë bukur, një këngë me qifteli, një interpretim po ashtu këngë me lahut dhe me tingujt e instrumentit frymor fylli, e që i daton qysh më të e ka dhurat tashmë zoti Nazmi. Po du ju përshëndet me një kënaqësi shumë madhe sot isha në Jezerës. Juve kudo që jeni, nga do që të shkoni nëse vini në Jezerës, i keni të gjitha bukuritë e Zotit, edhe njerëzit kanë ndërtu këto vende që mundeni me kalu që vikend ose gjatë javës, siç e thash edhe më herët. Faleminderit shikues të nderuar, juve që jeni të Jezerësit, lum ju për tokën që e keni, e lum nap që e gëzojmë këtë tokë në Kosovën tonë të lirë. Faleminderit shikues, faleminderit ISP Broadcast që kujdes edhe kësaj radhe që me i hy Ferizajt e me ardh deri në zemër të Jezerësit. Ne sigurisht që takohemi në emisionet e tjera, e deri atëherë bashkë miru takofshëm, e kënaquni me këta tingujt të Bacës Nazmi Hajdari.